Shumë i dashur Bacarifat, shumë i dashur familje Jashari, e nderuar kryetare Kuvendit Zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti dhe kabinet qeveritar, të nderuar ish president, të nderuar oficer nën oficerë ushtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, familjar të herojve, dëshmorëve, martirëve të lirisë, veteranë e invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryetar të komunave, të nderuar diplomatë e ushtarak të vendeve mike, i nderuar komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, general lejtnant komandant Jashari, të nderuar, të pranishëm, shumë të dashur fëmijë nga shkollat të ndryshme anëkën të Kosovës. Në këtë tokë të shenjtruar nga sakrifica, në flamurin që u ngrit mbi gjakun e dëshmorëve dhe në kazermën që mban emrin e pavdekshëm të komandantit legjendar Adem Jashari, jemi mbledhur sot për një akt nderimi që e tejkalon kohën. Në këtë manifestim madhështor për epopene UÇK-s dhe ditën e kazermës Adem Jashari, ne rikujtojmë çmimin e lirisë dhe betimin që u bë që ne sot të jetojmë të lirë dhe me dignitet. Në këtë tokë që dikur u dridh nga krismat e armëve të lirisë, sot qëndron krenare, kazerma Adem Jashari, një emër që nuk është thjesht emërtim institucioni, por është mbi të gjitha një amanet. Është përkujtim i përjetshëm i një figure që është bërë simbol i përjetësisë kombëtare, komandantit legjendar Adem Jashari dhe i gjithë familjes Jashari. Ata nuk zgjodhen rrugën e lehtë, por zgjodhen sakrificën, përballjen dhe mbi të gjitha përjetësinë. Në Prekaz, komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja e tij u shndruan shtëpinë në kështjell rezistence, e gjakun e tyre në vul të lirisë dhe të pavarësisë sonë. Familja Jashari është altar i lirisë kombëtare dhe krenari e çdo shqiptari. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte zëri i një populli të shtypur, ishte organizimi i guximit dhe shpresa që u ngrit kundër padrejtësisë. Ishte ndërgjegja kombëtare që nuk pranoi të heshtë. Epopeja e Marsit 98 është dëshmi se liria fitohet me sakrificë, me unitet, me besim në të drejtën tonë për të jetuar të lirë në vatrat tona shekullore. Sot krenaria jonë nuk qëndron vetëm në të kaluarën. Ajo marshon para nesh, me uniformë moderne, me profesionalizëm të lartë dhe me përkushtim të palëkundur ndaj Republikës sonë. Forca e Sigurisë së Kosovës është trashëgimtare denjë e UÇK-s. Ajo bart në zemër idealin e lirisë dhe në duar mban përgjegjësinë e sigurisë së vendit. E trajnuar sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, e pajisur me kapacitete moderne dhe me trupa të përgatitura profesionalisht, FSK-ja sot është e gatshme për çdo sfidë. FSK-ja jo vetëm që është e aftë ta mbrojë dheun në çdo kohë, por është gjithashtu e përgatitur kontriboj edhe në misione ndërkombëtare të paqes së sigurisë globale. Sot, kur përkujtojmë epopene e UÇK-s, ne po forcojmë vizionin për të ardhmen. Një të ardhme ku Kosova është e sigurt, sovraniteti i mbrohet në çdo pëllëmb, është e integruar në strukturat euroatlantike, me një ushtri profesionale dhe me institucione të forta. Kazerma Adem Jashari është simbol i vazhdimësisë historike, nga pushka e lirisë te uniforma e shtetit, nga rezistenca te mbrojtja institucionale dhe nga sakrifica te përgjegjësia shtetërore. Le të betohemi sot para kujtimit të komandantit legjendar dhe gjithë dëshmorëve të kombit, para kujtimit të gjithë familjes Jashari, se do ta ruajmë këtë shtet me të njëjtin përkushtim me cilin ata e fituan duke dhënë jetën. Do ta forcojmë ushtrinë tonë, do ta thellojmë miqësinë me alatët tonë, do ta mbrojmë lirinë në çdo kohë dhe në çdo rrethon, sepse liria jonë ka histori dhe ka amanet. Kjo është Kosova jonë e dashur, të cilën duhet vazhdimisht ta duajmë, vazhdimisht ta ruajmë dhe ta fuqizojmë çdo ditë. Lavdi e përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari, i përjetshëm qoftë kujtimi për herojnë të UÇK-s dhe martirët e lirisë, rrnoft Republika e Kosovës. Ju faleminderit.